të kryerjes së investimeve në objekte të caktuara, pra të sasisë së madhe të llampave, të ventilatorëve, të personave që hyjnë edhe dalin nga një ambient i caktuar. Dhe ne nëse na funksionon edhe rrjeti informatorëve pra të policisë, ata e kanë shumë të lehtë të kuptojnë nëse në një ambient caktuar po kryhet diçka dhe mjafton kjo si indicie për të kryer një hap tjetër të policisë pra për të verifikuar. Por ne kemi pas raste të bashkëpunimit të personave që e kanë pas për detyrë zbulimin e këtyre shkelzve të ligjit, kanë bashkëpunuar për të kryer një veprimtari kriminale. Pra të tipit, në rast se një punonjës policie jep informacion dhe është pjesë, për më tepër mund të jetë dhe pjesë e grupit, jep informacion detajuar se ku do kryen kontrollet apo kush janë aksionet e caktuara, personat që po kryen kultivimin e bimëve shumë mirë mund ta zgjesojnë dhe mund të shkatërrojnë dhe laboratorin për mos të lënë gjurmë.